Kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili u rrëmbye bashkë me mjetin eskavator, teksa po punonte në një stog minerali në zonën e njohur si Qaf Burrel të Klosit, vijojnë pa ndërprerje. Grupeve të kërkim shpëtimit janë shtuar dhe ekipe nga forcat e sigurisë së Kosovës, të cilët kanë mbërritur këtë të mërkur pranë vendit ku po zhvillohen kërkimet. Deri tani mësohet se janë disa shenja rrobash që dyshohet të jenë të 29 vjeçarit dhe disa mjete të mjetit eskavator me të cilin ai po punonte në momentin që u rrëmbye nga rrjedha e ujit dhe internetet, si pasojë e çarjes së një prej rezervuarëve të filtrimit të ujit. Kërkimet po bëhen me mjete të rënda me krah nga ana e ushtrisë, si dhe me anë të disa aparaturave që detektojnë trupa nën tokë. Gjithashtu në ndihmë për kërkimin e 29 vjeçarit kanë shkuar dhe punëtorët e subjekteve të tjera minerare që zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë zonë, si subjekti Dema Patine të tjerë, të cilët janë angazhuar në këtë aksion të gjerë. Ndërkohë burime bëjnë të ditur se në zonën ku janë gjetur rroba është vendosur perimetri i sigurisë dhe ekipi i kërkimit po bën të mundur heqjen e dheut në mënyrë të ngadaltë për të parë nëse do të jetë trupi i pajet i 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Kërkimet për gjetjen e të riut pritet të vazhdojnë pa ndërprerje në të gjithë gjatësinë e luginës, nga fabrika e përpunimit të mineralit të kromit e deri në pjesën fundore. 29 vjeçari Ardit Beshiri të shtunën e 3 majit ishte duke punuar me një mjet eskavator teksa një nga rezervuarët e ujit shpërtheu dhe e mori me vete bashkë me mjetin.